shoi, Vjosa nisi, ja mori pi hënës, rezet i dërgoi djeli. Zoq tëngën e nisën me kore, ikonën e përshëndesin pila, borzilokëve të qytetit, lulet ndërthurën qilin. Nga njëherë të zgjedh vet jeta, mbeten gjallë sa jetë në klarineta. Ky s'është si yjet e tjerë, që muzikën e ndriç bashkë me popullin do të këndoj. Të orari qytetar dhe ne një top plastiku në rrugë, ku shikoj nga tekës vitë dhe sta laveri, nga të klarinetën në sjetull, nga të ecjen e titi pike, dhe undeshëm të dy procesa. Do na çojë partia në Parisë dhe unë jam lideri i grupit dhe përgjegjës, por edhe Shqipërinë. Ne ishim të vegjël dhe kur dëgjoni muhabet që një përmetar shkon në Paris, u shtangi. Kjo përgjigje në kokë një njeri që thoshte do bëj krenar jo vetëm për metin, por do bëj krenar. Morëm vendim që laverin do ta risjellin kështu të gjallë dhe të bukur si të pranishëm, të dashur familjar të Laver Bariut. Ne si familjar ju përshëndesim të gjithëve, në mënyrë të veçantë, grupin që u morë me këtë gjë. Përshëndesim kryetaren Përshëndesim kryetaren e bashkisë, zonjën Alma, Bledin, skulptorin dhe të gjithë përmetarët që i deshën aq fort babin ton. Emocion që nuk shprehet me fjalë. Emocion që nuk shprehet me fjalë. Falenderoj shumë organizatorët që bën këtë, kryetaren e bashkisë, Bledin, skulptorin dhe të gjithë qytetarët e Përmetit që e kanë dashur dhe ai i donte aq shumë. Faleminderit. Ishte një detyrim jo vetëm lokal, jo vetëm kombëtar, por edhe ndërkombëtar për ta risjell Laverin në Përmet, ashtu të bukur, fisnik, të gjallë, është një emër i madh i folklorit të pastër shqiptar, njeri që ka rritur breza të tërë me muzikën e tij, njeri që ka martuar me qindra çifte, njeri që ka sjell gëzime në familjen shqiptare dhe fal skulpturës dhe fal teknologjisë, muzika e tij vazhdon të jetë e gjallë, arti i tij vazhdon të jetë e gjallë dhe është kënaqësi që sot në këtë festë kishim dhe fëmijët e usajt të madh
dhe inxhinier Bujarin, djalin e tij të madh. Faleminderit të gjithëve, faleminderit. Në fakt ka ardhur gazetari Bledi Mane, i cili ma shprehu si ide, edhe unë ndjeva shumë i gëzuar, sepse unë isha arritur me gjitha kabat e Laverit, dhe kur ka ndruar jetë Laveri, unë kam përjetuar një dhimbje shumë të madhe, sepse të gjitha kabat që ka në veçanti kabaja tek filmi General Gramafoni ka qenë shumë shprehte një emocion shumë të madh. Dhe kur erdhi Bledi u gëzova shumë dhe pavarësisht anës kompozicionale që ka qenë vërtet shumë e vështirë për mua, sepse të realizosh një figurë ulur dhe me instrument në dorë nga ana e teknikës është pak e vështirë, por gjithsesi ishte një projekt, një punë e cila zgjati diku tek 6-7 muaj edhe e mora shumë seriozisht. E kam punuar këtë vepër me shumë emocion, gjatë kohës kur punoja, gjithmonë në sfond dëgjoja kabat e Laverit, sidomos me pjesën e portretit, po ta shikosh, ai duket edhe sikur qan, edhe sikur, domethënë, kur i bie klarinetës duket që shpreh një dhimbje dhe unë atë kam dashur të arrij, dhe gjatë kohës që punoja pjesën e portretit dëgjoja vetëm muzikën e filmit General Gramafoni. Faleminderit ju.